Obligimi janë në vullnetin e vetë të zgjedhurit e popullit në kuvendin e Kosovës? Ne sigurisht që jemi në vullnetin tonë, por ama ne kemi obligime në bazë të mandatit të cilin e marim dhe në bazë të vendimeve të cilat i nxjerrin institucionet. Në rastin konkret ne kemi rregullore kuvendit, aktgjyktim të gjykatës kushtetuese, madje kemi pasur dhe letrën e presidencës e cila na udhëzon që të angazhohemi në mënyrë që të dalim nga kjo situatë. A është veprim politike dhe mos pjesëmarrja fare në votim? Po ka një qëndrim të qartë, është shumë i qartë, domethënë udhëzimi që në këtë rast tipet nëpërmjet aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Deputetët janë të obliguar të marrin pjesë në votim në seancën konstituive. Pra ata janë të obliguar të marrin pjesë pa u paragjykuar pastaj vullneti i tyre për kundër apo abstenim. Mirë, po është obligimi ju si deputet që të marrin pjesë në proces. Është obligimi të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe sot u dorëzu kërkesa në kushtetuese për interpretim. Tash, a keni pritshmëri për këtë çështje? Unë pra po them, unë nuk mendoj që ka kurrë kushtetuese në procesin, në mënyrën se si ne do të votojmë. A është mënyra e hapur, a është mënyra e fshehur? Unë mendoj që në fakt shkelja është tek mos pjesëmarrja në votim, sepse është obligim që ne kemi marrë si deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj nuk shoh kurrë antikushtetuese në ndrimin e mënyrës së votimit. Unë mendoj që antikushtetuese është mos pjesëmarrja në votim. A do dërgoni komente nëse kërkohet prej juve? Absolutisht, po si çdo herë. Besoj absolutisht si çdo herë. Dhe besoni në një verdikt që u jep të drejtë në këtë proces? Po tashmë ka një qëndrim për këtë çështje. Sikur të mos kishte një gjykim të gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Mbasi edhe do të mund të kishim interpretime. Pra më tashmë ka një vendim. Edhe mbi atë vendim dhe ne po e bëjmë interpretimin. Nuk jemi ne duke folë për një proces i cili nuk ka ndodhur dhe nuk është shtru kjo pyetje drejtu gjykatës kushtetuese. Tashmë është një proces i cili ka ndodhur dhe mbi atë vendim edhe ne po thirremi edhe po e bëjmë kërkesën tonë. Tutje ne kemi thënë edhe disa herë në prononcimet tona që për neve shumë i rëndësishëm vullneti i deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ne kemi shumë rëndësi që ky vullnet mos të shkilet. Nëpërmjet votimit të fshehtë ka absolutisht shprehje të lirë të vullnetit të deputetëve për kandidatin që do ta propozojmë ne për kryetar të kuvendit dhe me thënë të drejtën unë e shoh pak me shqetësim këtë mosbesim që e kanë partitë politike ka shi deputetëve të tyre. Shkelet aktualisht vullneti i deputetëve? Pse duhet t'i friksohemi votimit të fshehtë? Cila është arsyeja që duhet t'i friksohemi votimit të fshehtë? Se su propozuan nga fillimi Këtë unë e shoh me goxha skepticizëm. Ky votim. Se su propozua kur u organizua seanca konstituive nga konjufca dhe përfaqësuesit e partive politike, ka qenë kjo ide në tavolinë që të votohet që nga fillimi, që të mos ndryshohet në proces të sipër? Kuvendi i Republikës së Kosovës ka një rregullore mbi të cilën e bazon punën e tij. Në atë rregullore përcaktohen qartë format e votimit dhe aty shkruan qartë cilat janë format e votimit, pra që votimi mund të jetë i hapur dhe mund të jetë votimi i fshehtë. Në linjë me këtë, ne kemi provuar votimin e hapur dhe për të mos vazhduar ky ngësh dhe kjo blokadë kemi propozuar që të ndrohet mënyra e votimit. Sigurisht, marrë përbazë dhe sinjalet të cilat i kemi pasur nga deputetët, të cilët kanë shprehur gatishmëri që të marrin pjesë